kom shku ndasëm edhe hiq pa pagesë. Thjesht ka qenë kamarierë dhe më ka thonë që Ezo, shumë e pëlqej zonin ta. Sa ke vendosë ti me shpenzu për dasmën ta, për muzikën? E ka cek një qmim që nuk u ka nësë për orkestrën qaj qmimi, normal. Do që janë të arsyshme? Po, qmimin me orkestrë kemi shumë të arsyshëm, ne negociojnë për qmimin edhe kuptoj shumë mirë këtë pjesë. Normal bojna shumë tolerime, shumë lëshime, shpesh herë, për shkak se jemi të e pa ku jena të jetu edhe vetë. Jemi të i pa shpenzimet sa shumë kena dhe shtrejtimet sa të ndaja janë. Normal bojna edhe lëshime se duhet. Ka ndodhë që kom shku ndasëm edhe hiq pa pagesë. Thjesht ka qenë kamarierë dhe më ka thonë që Ezo, shumë e pëlqej zonin tanë. Shumë kom qef me qenë ti prezent ndasëm temë. E kom pyet kur është data, ka thonë prill. Okej. Sa ke vendosë ti me shpenzu për dasmën ta, për muzikën? E ka cek një qmim që nuk u ka nësë për orkestrën qaj qmimi, normal. Edhe, më thonë, i kom pyet njerë orkestrën, a jeni të pajtimit me qenë prezent dasmën e këti djallit, ata qështë thushte, okej, shkruje datën se jena, nuk ju bëse kjo, o po brevina. Se duhet edhe me kuptu në që se nuk janë mundësit, ka njerë edhe me bolshime, se nuk na kushtën edhe ku me di qka. Po më përgjithësi, sot për me organizu një dasëm, qoftë edhe më dvogljen, po mi a plëtsu vetës ato kërkesat elementare, se dikush dëshiron gjithsesi me pas Ezon. Është e kushtueshme sot me bo një dasëm me gjitha ato shpenzime tjera jeshta muzikës që janë? Lorinda, unë e vëllas kam. Nuk më ka ranë familje me pas dasëm, taman. Përafërsisht jemi të e pasë që shënë të usil qmimet, po dasma jetë dasëm, është një ndërkujtimet më të mira, edhe menoj që ja vlen ma shumë se gjithë gjatë tjetër. Edhe në qofë se nuk i kim mundësin me bo me muzik live, ose me kamera shumë profesionale, bëje një dasëm. Sidomos qifti, nusja le të veshët me vellë, ose kam i mbet pik gjatë gjithë jetës. Dhe më thonë, kam e mendu gjithmonë, kam e thonë, kum ga bu që se kom bo. Ja kish vlejt. Shamull motra kur u martu para 4 viteve, thot, shqyqër që e kum bo dasmën. Se më kish met për krejt jetën, pëse se kum bo. Kum ga bu, shqyqër që e kum bo. Shqy që të e marë parasysh që i ndëgjej motrën ose naj familjar që e komentën dasmën, menoj që ja vlen. Po, se cili në mundësit veta dhe në kushtet veta, aqë sa mundët, me bo diçka të vogël, ja vlen prap me bo.